dhe ka gjetur brenda vetes tij në fund të atij dëngu të krimeve që ka shpirti i tij, gjeti pak mirësi, të mos i gënjej mendja të votojnë Berishën. Nëse duan Shqipërinë patriotë vërtet, shokun e Miloševićit në kontraband, e të Belerit s'mu ta votojnë për patriot. Edhe tallet, edhe ato që fali detin. Ky është patrioti. Patrioti as e vjedh, as e gënjen dhe as e tall popullin e tij, as e gjakos. Patriot shok me Sudën, me Xhaferin, me Kamberin. Nuk kemi nevojë ne për deklarata patriotike kur kemi veprat anti-shqiptare. Për mua janë krime kundër njerëzimit, nga pasojat që kanë bërë. Për këtë arsye ka qenë dhe vizita ime, për këtë establishment, që ka bërë krime kundër njerëzimit në Shqipëri nëse marrin pasojat. Nëse marrin pasojat, klasifikohen në literaturën botërore të krimit kundër njerëzimit i gjithë ky largim njerëzish. Rënie dhe vrasje meritokracie, blerje e posteve, ofiqeve, krimi të shkojë jetë shembull për sukses, krimi dhe ndërsilligu, gjitha këto i kam referuar në personat veçantë, do të referoj nesër para një komiteti të caktuar në Kongres apo Senat. To janë edhe pa para fare. Nuk ka nevojë, është halli i këtij që kushton para. Kur je i pranueshëm, atje gjen rrugën. Ti si djalëri të shkosh, jam i sigurt, brenda 2 muajsh, duke ndjekur procedurat që kanë dhe partitë, edhe kongresmenë dhe senatorët, do ta gjesh rrugën, krijosh kontakt e takim e të dëgjosh për tyre. Dhe ato po thotë ai DJ Vansi, që e tha ambasada. Zëri do dëgjohet. Pse na dëgjohet zëri diku atje që mbase s'na ka për detyrim? Aty ka një politikë të jashtme globale që ne përfshihemi. Aty ka disa votues shqiptar që kanë interesa me kongresmenë dhe senatorët të zonës. E nuk e dim ne se nga kanë ardhur njerëzit. Nga Texas si edhe vend tjetër që i mundsuan këtyre këtë kontakt, kontaktet janë kaq të lirshme atje se nuk ja merr mendje. Mbase një drejtor këtu në Shqipëri e një ministër këtu si u hap telefonin njerëzve, se ashtu e mësuar mos i hapin dhe atij, edhe kanë bërë këtë edukatën e shpifur, që të vinë nga mbrapa në fushat, edhe të mbyllin telefonin pa pikturpi, ky që të ka marrë 2 natës 100 herë gjatë një muaji, ky të kthen kurizin, e thot kshu e ka politika, thot, të mashtrova ta futa, thot, nuk janë atje. Atje ka zyra, ka adres, kongresmeni, kryetari i bashkisë, guvernatori të gjithë. Pra, është halli i tij që kushton. Nuk kushton halli i Shqipërisë apo i PD-s si koncept, nëse është e ndarë prej këtij. Do humbin me sukses, edhe i humbur vetes 4 vite për të ardhur pushtet. Kjo është fjala ime ka për dalë. E do kthehem prapë ke Bashë. Edhe ne do drejtohemi asaj deklarate shumë të fortë Ferdinand Xhaferit, që tha, na ka çuar Berisha SMS që e fshiu, që ne kemi rregulluar marrjen e Vulës. Të hetohet si është marrë vendimi për Vulën. Ju mendoni se e ardhmja do të jetë Basha në PD? Po mi më le zgjedhin një tjetër. Po të paktën, ky tregoi që ishte më i orientuar. Ky e mohoi pushtetin e vet në atë parti, tha, s'mund të kem këtë me vete, si bashkëkryetar në IE, si tutor të partisë, qoftë deputet partisë, se ma kanë kërkuar Amerikan. Ja u tha cop. Unë e kam djegur dhe. Dhe ky u tërbua për të mos ndodhur kjo. U zu dhe udhën njëri tjetër nga kati 2. Ky me këtë frym që merr me gura kokës, edhe nga kati 2, ata të partisë tij, mendon që e bën kundërshtar politik. A mund të themi ne që një frym politike me një Berisha, ne frymën e Berishës nuk e duam. Se është anti-humane, nuk ka gjë më të rëndë, nuk mund të ekzistojë një demokraci, një jetë e qetë me këtë. Kush janë njerëzit që kanë ndarë Shqipërinë? Berisha, Rama, kush tjetër janë? Meta e tjerë. Këta të hiqem edhe me ligj, mos merr më politikë. U rretën popull, kush e ndau shqiptarin demokrat me socialist? Pse mos ndahemi të devotshëm pa devotshëm, në të mirë në shumë të mirë? Kush i ndahëm? Po kështu janë ndarë gjithmonë, ku janë ndarë gjithmonë? Komunist, ballist, ku komunist? Po mi me komunisti, zogist, revolucionarist. Po mi me komunisti 10, 86, 90, 68, 88, 68. Ky ishte antikomunisti, po ne nuk e kuptojmë që s'kemi shoqëri vlerash, ne nisëm me këmbë të majt. Kërkuam të rrëzojmë komunizmin, por komunizmi ra vetë, si o morë këmbët vetë, që qenë nuk, mbase s'ke pas lindur atëherë. Kam lindur atëherë. Nuk kishe fuqi ekonomike, do të mbanin ata. Ra tregu lindor, kishe me clearing, ra.
Radhe Rumani, vrasja në Rumani e çiftit Ceaușescu ishte garanci për ne. Ai që do bënte në popull një masakër për mbaj pushtetin, ai do pësonte si ai tjetër. Ne e kemi ndjerë që ishte garanci. Po jo më se s'kemi marrë atë shpatën, aty jam unë, këta që kanë bërë, si këtu është veprimet më aktive në atë kohë për të ndryshu. Kjo zotëria ka ardhur mbrapa, erdhi në emër të Ramizit, aty e kanë në video, por nuk duan. Dhe kur nuk duan, tregojnë që nuk e meritojnë si forcë politike, dhe është turpi është mbrapa pasaj. Tambur, erdhi në emër të Ramizalis. Avokat, po si e fitoi garën Edhe që person të Ramizi për detimin e brigadave partizane në ish Jugosllavi e tjerë. Dhe Ramizi, ku ka rënë burr, ka thonë, o Xhelil, çfarë më bëre? Pra ky është njeri i futur, edhe po e gëzojmë deri tani. Avokat, po pse pranuan personalitetet të tjerë në fillimet e PD-s? Si e kujtoni atë kohë? Po pse të gjitha partitë e reja që u bën, Partia Punës ju dha nga një komitet rinjie po partie, i sistemoi. Ta po merremi me këta tanët, ta kontrollojmë ndryshimin. Tu jemi akoma. Kush bën karrierë tu po s'je i lidhur me fjet vjetra, ose po mos i përkasi këtyre, minimumi tjetë servile dhe të bëhet kurban, si që është bërë Muli për Berishën. Unë shoh kurban Muli është i pari të preket me ju. Shumë shpejt do e shohim para ligjit. Pra këta të dëshpëruar. Pra, ky nervozitet që u shpreh në Elbasan dje, do anë njerëz gjallë. Po t'i fërgoni paktën, se nuk shtyhet ashtu gjallë. T'i fërgojnë. Mund të marrësh vota duke thënë të t'ju ham të gjallë? Kujt i detosh? Populli shqiptar po i ketë njëjtë me ty. Nuk i ketë njëjtë si ata partie, po janë të njëjtë me ty si shqiptar, janë të njëjtë me ty në krijim, si qenie njerëzore. Si mund t'i thuash? Ju drejtua Kujt? botës së krimit apo? Po. Pra do të bëjmë prapë vetë gjyqësinë e vitit 2021, që e kemi ngritur këtu. Se nuk e sqaruar mirë atë punë, edhe prapë këta vazhdojnë, se kur nuk një krim përsëritet kur nuk ndëshkohet. Nuk u ndëshkua vrasja e vitit 2021, që bën ato grupet e mbrojtjes votës, struktura naziskine, antikushtetuese, antiligjore. E tani do e hanë gjallë. Shiku jemi, në çfarë niveli politike jemi. Në vend që të shkojmë drejt një kompromisit madh, që ne të detohemi vlerave, ne të hymë në rrugë të Zotit, e të zgjedhim më të mirët, më të devotshëm. Kush ka dhënë provat? To janë provat. Me këto skërmitje, me këto, dhe ky dëshpërim thashun tregon që e ruajnë deri diku, po prapë tregon që s'kishin më as motivim, nuk kishin më as drejt fjale, moral për të folur këto një javë që kanë qenë në media. Ka një javë që ka sopuar fushata PD-s. Rifilloi me këtë skandal të Elbasanit. Pse? Se shohin që kanë do donin të zbulojnë më pas, po kanë vepruar shumë gabim. Djeke pas të tjerë, se pa thorë Romeo dhe më thonë ka pozicion të deklaruar anti-Berish. Po ke pas në Itanë Libarin, zëvës ministrë Berishës, që tha është gomarllëk me okë. Ke pas Ylli Manjanin, që tha mund noka du t'ishën burë sot. është shkelur komplet legjislacionin shqiptar. E para për burimin financim, e dyta për numrin llogarisë që nuk është respektuar këtu, deklarimin e treta për sasinë. Si mund të mendojë që një fondacion me 3 familjar përfaqëson patriotin shqiptar? Pra nuk e di çfarë i ka shtyr që kanë vepruar kaq gabim, në vend të vënë betlla kanë nxjerr syt dhe kjo është përfundimtare. Nuk shoh dalje ligjore që mund të shpëtojnë. Nëse do ketë ligj Shqipërinë e herë, se po veprua si rastin e lobimit parë rus, atëherë ne kemi ligje thjesht sa për të qenë, edhe për bërë pazare rreth tyre, po jo të zbatojmë ato. E qartë. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ne si diskutonim. Mirëmirë, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.